asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajdeni, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që e bëri, me kushtin që të mos e politizojmë. Bëni dhe ju nesër një protest, me që nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Mos hajdeni në sheshin Skënderbej, po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë, se kjo është një çështje që na bashkon, kjo është një çështje nga ato që ne e quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim.